Qamëri moj zonje rëndë, të ka mujdisur një këngë. Në varrezat monumentale të Klogjërit në Xar u zhvillua një ceremoni përkujtimore në 81 vjetorin e gjenocidit ndaj popullsisë çame, kryer në vitin 1944 nga forcat e generalit grek Napoleon Zerva. Familjar të rënëve vendosën kurora me lule në memorialin ku janë gdhendur emrat e personave të vrarë nga forcat zerviste. Për të nderuar kujtimin e të rënëve, ishte në Klogjër edhe 90 vjeçari Fadil Nuriu, dëshmitar i ngjarjes, 90 vjeçari nga Paramithia, rrëfen se si në pabesi, forcat e Napoleon Zervës vran burrat e Çamërisë dhe dogjën shtëpitë. Unë jam Fadil Nuriu nga Paramithia, nga Nurejt e Paramithis. Kur ra Zerva në Greqi, ditën e parë tha Zevra, që gjithë shqiptarët janë këtu, neve aty të hapin dyqaneta e të punoj. Në ora 12, pastaj dha urdhë, çkapi burra, i theri si keca. I ke parë me sy? Mirë, sikur me qenë sot me juve. Pak më lartë aty, në shtëpia ime, pak më lartë, takoj myftin e Çamërisë. E ka pas tak Muedini, gjyshin e vetë, ky tak Tahir Muedini. Pak më lartë, takoj Gjevitin, djalin e atit. E kapën ishte në Kefuri Bukës, e kapën në Flokço edhe të roqi një ushtar grek. A i tha, o nëna ime, tha i shket, këtë e mbaj mënë si tashti. Edhe e vran e therën me thike, zhdukën. Qa burra kapën, i therën i vran, dhe thonë jo këtej, jo andej, lafet të vërteta. I shoqëruar nga ish prokurori Shkëlqim Hajdari, në familjen e të cilit, ai dhe i vëllai gjetën strehim pas vrasjes njerëzore të nënës së tyre nga forcat zerviste, 90 vjeçari rrëfen çastet e tmerrit që përjetuan në qertshorin e vitit 1944. Në krye 3 ditëve morën gratë edhe i mbyllën me 2 kaqe. Edhe fillon të i morë vathët, qa unaza kishin tëra. Aty atë minutë, nëna ime Ramet pas kishe një gosë të vogël 6 muaj në djepe. Nëna ime u futë më rënda, se kishe një vajzë në djepe të vogël, me marë robat e gocës. Në krye 5 minuta dele djeg me nëna ime dhe dhëmë të ishin djegu në nësime. Na erdhëm në Shqipëri, netëm ke njerëz të këti miku tim, ke ja 10-15 vjetë, ato rita se nëna më dike në ngellëm 2 vezër jetim. Por bere qafrës baba në nëzori. Edhe u rritëm sot prap, leri pujtë e tonë. Sa vjetë ke qenë ti kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ja 8-9 vjeç kam qenë, 9 vjeç. Hatixhe Rakipi nga Erpica e Çamërisë thotë se gjatë masakrës së 1944-s janë vrarë 12 antarë të familjes së saj. E veshur me tumanet karakteristike të Çamërisë, Hatixhe Rakipi bën thirrje që zëri i çamëve për kthimin e pronave dhe gjetjen e vendeve ku prehen të afërmit e tyre të dëgjohet. Të kujtojmë të parët tanë, sepse në atë mur atje unë kam 12 veta fëmijë gjatë gjallarës të babait, Xhaxhan e babaj, gjyshrit tanë, dhe ne kemi ardhur t'i respektojmë. Dhe kemi ardhur edhe për të kërkuar të drejtat tona, të mohuara gjithkohën dhe për të kërkuar të drejtat e atyre njerëzve që ne na prehen në për rrugët e botës, që na janë hedhur kockat në për kanalet të këtyre vendeve këtej, dhe ne nuk dim ku të vemi t'i qajmë dhe mblidhemi këtu për t'i kujtuar njerëzit tanë. Në këtë ceremoni përkujtimore, morën pjesë familjar të rënëve, historianë e përfaqësues të politikës shqiptare.